Aksident ka ndodhur sot në rrugën nacionale Berat Lushnjë në afërsi të fshatit Barbullinj. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 11 dhe në to u përfshin 2 automjete, një furgon mallrash dhe një fuoristrad tip BMW. Mjeti tip BMW X5 me targa AB 424 HS i ka prerë rrugën furgonit me targa AB 181 HT. Në kohën që fuoristrada ka dalë nga një biznes në anë të rrugës, drejtuesi është futur menjëherë në rrugën kryesore duke shkaktuar përplasjen. Nga përplasja është plagosur rënd drejtuesi BMW-s, i cili është dërguar në spitalin e Lushnjës për mjekim, kurse drejtuesi i furgonit është marrë në pyetje nga policia për sqarimin e aksidentit. Në njoftimin e policisë thuhet se sot rreth orës 11:30 në aksin rrugor Lushnjë-Berat, në vendin e quajtur Barbullinj, shtetasi LY, duke drejtuar automjetin tip Benz, ka përplasur një automjet tip BMW me drejtues shtetasin AB. Përpasoj është dëmtuar drejtuesi i automjetit shtetasi AB, i cili ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor vazhdon veprimet në vendngjarje për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.